unë kam pas rast drejt për drejt në shkollën fillore kur ka qenë më herët para disa vite djali im ka qenë i bullizuar për çështje të caktuara. Edhe kemi fillu me trajtu bashkë si familje. Unë bashkëshortja bashkë me djalin spari në shtëpi me identifiku çështjen. Edhe mandej kemi punu shumë me shkollën, po edhe me djalin dhe kemi ardhur në një fazë ku tash për shembull djali im është afër 14 vjeç, nuk besoj që ka mundësi dikush me bullizu për shkak të vetdijes së lartë që e ka sa i përket bullizmit. Mirë po në këtë rast ne duhet që të punojmë shumë edhe ta forcojmë identitetin e fëmijët në mënyrë që mos të jetë prehje e bullizmit dhe ta refuzoj bullizmin.